Shëmbja e murit të Berlinit ishte një triumf i perëndimit ndaj lindjes. Ata që importuan prej Amerikës me Trotskijin instalimin e komunizmit në Rusi duke shkaktuar më shumë krime se sa vetë lufta e dytë botërore, menduan se fituan. Por sot, Arusha e bardhë është lëshuar mbi Europë. Alarm! Kush e ka radhën pas Ukrainës? Ata që bën marrëveshjen në Budapest harruan, dhe unë kam shkruar pikërisht në 10 qershor 2007. Rizimi i frikshëm i Ariut Polar. E kanë shkurtuar shkrimin, acari pa dëshurueshëm rus. Sot, në këtë acar të vitit 2025-2026, marrëveshja e fitores së Rusisë do të jetë një vul turpi për perëndimin që fshihet pas historisë së kaluar dhe shoqatave me të drejtat e LGBT-ve, me të drejtat, nga sa ata i bien punës drejt. Ata punojnë, luftojnë dhe mbajnë familjen, jo prindi 1 dhe prindi 2. Ata ndërtojnë shtetin e tyre, ndërsa neve jetojmë me ndihma sociale. Ne fshihemi pas të drejtave, të ashtu quhetura. Dhe padrejtia më e madhe është se Europa po plaket dhe po pushtohet pikërisht nga njerëz të botës së tretë. Jo më kot Donald Trumpi apelon fort. Kujdes Europë, se ke mbetur vetëm. Kur nuk paguan as parat e buxhetit të NATO-s në kontratë, dhe 77% e ka Amerika, ajo e ka halin në sy me Venezuelën, që ka importuar armë nga Kina, nga Rusia, nga Irani dhe nga Turqia. Si t'ja bëj Shqipëria jonë e vogël? Me këtë klasë politike që ka ca fytyrën në vetë politikanët, sepse ne si popull nuk bëjmë dot revolucion. Ne gëzohemi kur bën gol kombëtarja dhe pikërisht vetëm aty themi: o sa mirë me qenë shqiptar. Ne të presim revolucionin e radhës brenda llojit të klasës politike. Nësa 44% e shqiptarëve duan të marrin arratin. Ne jemi më rehat larg shtëpisë dhe adheut, ndërkohë që politikanët tanë akuzojnë njëri tjetrin për vjedhje miliardash që nuk kthehen kur pas. Dhe të bësh pak burg për aq miliarda, sigurisht të gjithë thonë sa fat. Sa fatkeqësi e madhe është të jesh shqiptar.